Aeroporti ndërkombëtar Mirabel në Montreal të Kanadas ishte planifikuar të ishte qendra më e madhe e udhëtimit në botë përpara se të lihej të kalbej. Qeveria planifikoi që të ishte një aeroport i madh me 6 pista dhe 6 terminale transmeton telegrafi. Në vitin e largët 1969 kilometra toke bujqësore u pastruan për t'i bërë vend qendrës dhe 10.000 vende u zhvendosën duke vepruar kështu. Në vitin 1975 ai u hap zyrtarisht për qytetarët dhe miliona njerëz pritej të fluturonin prej tij çdo vit. Projekti kushtoi një shumë marrëmendse, prej $500 milion kanadez në atë kohë, raporton The Guardian, por nuk rezultoi të ishte një sukses pas një sër pengesash. Një tren me shpejtësi të lartë që supozoi të lidhte qendrën me qytetin nuk u ndërtua kurrë. Aeroporti është mbi 30 milje larg Montrealit dhe vendodhja e tij kupton që është shumë pasagjerë zgjodhen të fluturonin nga qendra më të afërta që kishin lidhje me më të lehta transporti. Aeroporti ishte aq i qetë sa që u përdor edhe në filmin Terminali me protagonist Tom Hanks. Në vitin 2003, botimi përshkruante se si barërat e këshia që porriteshin në pistë dhe parkingun shumë katësh, kishin vetëm disa automjete të parkuara brenda. Në atë kohë, dihej se aeroporti ndërkombëtar Mirabel do të ishte afër pasagjerëve dhe do të bëjë një terminal madhrash dhe bazë mirëmbajtjeje. Më 31 tetor 2004, operacionet tregtare në aeroport u thanë dhe fluturimi i fundit i pasagjerëve u nis. Një aeroplan Air Transat fluturoi për në Paris, duke shënuar fundin e viteve tregtare të qendrës. Pas vitesh që qëndroi bosh, terminali i pasagjerëve u shkatrua në vitin 2016, por pjesa tjetër e aeroportit vazhdon të funksionojë si një qendër madhrash e përdoret gjithashtu si një vend montimi avionësh dhe një strukturë testimi hapësinore. Sipas The Guardian, Noit Labonte, presidenti i dhomës së tregtisë së Montrealit, tha në vitin 2003, ishte një katastrofë për Montrealin, nuk ishte kuptim që ndonjë pasagjer të vinte në Kanada për të bërë një transferim në Montreal. Mirabel ishte një hotel me 344 dhoma i vendosur pranë terminalit të pasagjerëve dhe u ndërtua në vitet 1970 në të njëjtën kohë me qendrën, megjithatë u mbyll në vitin 2002 për shkak të numrit në rënie të pushuesve që përndornin aeroportin. Një tjetër vendodhje fantazm mund të gjendet në Forest City, e cila u ndërtua në vitin 2016, më shumë me një shumë marrëmendse prej $100 miliardë u shpenzua për ndërtimin e komunitetit, me qëllim ndërtimin e një peizazhi miqësor ndaj mjedisit dhe modernes. Pavarësisht planeve të mëdha, vetëm rreth 9.000 njerëz janë zhvendosur në Forest City që nga fillimi i punimeve disa vite më parë.